Mirë, juftoj të në mësimin ton të radhës, herën e kaluar neve studiuam për mirënjohje. Dhe sot do të ndalemi tek mirënjohja, por mirënjohja që çon në besim. Edhe pikërisht në besimin që bota sot ose këto ditë po kthen syt për Krishtlindje. Megjithse Krishtlindja ose lindja e Krishtit daton diku gjet nga prilli, disa mund të argumentojnë që jo, po ka qenë ngrohtë. Por ajo çfarë është më e rëndësishmja që na sjell dobi është fakti që Krishti ka lindur. Edhe bota tani po kthen syt, edhe është pikërisht te kjo, ata shpenzojnë goxha kohë tani dhe me ndarjen e dhuratave. Edhe neve në Shqipëri, nuk e di, nuk është se ka qenë në një praktik, paktën në njohuritë e mia, në fillimet tona, le të themi në vitet e demokracisë e këtej, tashmë po bëhet më shumë, si thua, popullore që festohet, bëjnë atë, mund bëjnë dhe ndarjen ose shkëmbimin e dhuratave. Për shembull, çuditërisht ka filluar po festohet dhe Halloweeni, që këtu në Shqipëri s'ka pas lidhje fare me. Edhe njerëzit janë duke e festuar ose duke u kujtuar për këtë gjë. Tani, siç e dim, Krishtlindja nuk është thjesht një datë në kalendar. Është momenti kur Perëndia hyri në historinë njerëzore në mënyrën më të përulur të mundshme, si një forcë. Edhe ishte, megjithse Perëndia ka sjell profet të ndryshëm në kohra të ndryshme që t'i dërgonte mesazh njerëzve, ose se si ti korrigjonte, se si ti mësonte, se si ti edukonte. Por jo të gjithë e kuptuan. Edhe pse Jezusi pra lindi, dëshiroj që edhe t'ja kujtoj, edhe ta ndërthurim, ta lidhim së bashku me mirënjohjen. Ne e kemi shumë të lehtë kur gjërat na shkojnë mirë edhe të falenderojmë Perëndin, kur gjërat na shkojnë mbar. E kemi shumë të lehtë të drejtohemi Zotit, apo jo? Të themi Zotit faleminderit. Edhe kjo nuk është gabim në vetvete, se je Zotit mirënjohës, je Zotit falenderues. Por është shumë e vështirë ti thosh Zotit faleminderit në kohë të vështira. Për shembull, Pali na thot tek Efesianët, për gjithashtu dhe tek Filipianët, gëzohuni gjithmonë. Te Thesalonikasit thot jeni gjithmonë mirënjohës, jeni gjithmonë falenderues. Pra, fjala gjithmonë, çfarë do të thotë? Do të thotë që ne të jemi mirënjohës dhe falenderues Perëndis edhe në momentet tona të vështira, edhe në momentet tona kur nuk kemi, apo jo. Por duket që është e lehtë, e kemi në gen, le të themi, ku diun, në gjak, që të themi faleminderit Zotit, e të jemi Zotit mirënjohës për kohët tona të mira. Por gjithashtu, ne duhet të jemi mirënjohës Perëndis edhe në kohët tona të vështira. Për shumë kohë nuk e kam kuptuar saktësisht. Ishte një moment kur Pali tregon tek e para Korintasve, ju luta Zotit se kishte një plag në tru, që më dhimbte shumë. Ju luta Zotit dhe thash, për lutem ma hiq. Edhe Pali ishte një nga ata apostuj që kishte dhuntin për të shëruar. Madje Zoti i kishte dhënë Palit fuqi në dy raste, që të paktën regjistrohet në Bibël. Ishte një rast kur
kur ai ishte duke predikuar dhe njëri ra nga kati i dytë, vdiq dhe pali e ngjalli. Ndërkohë këtu në këtë rast kishte një plagë në trup dhe nuk mund të bënte dot gjë. Dhe ju lut Zotit dhe Zoti tha, mëshira dhe hiri im janë mjaftueshëm për ty. Edhe ajo çfarë arriun të kuptoj është që në vështirësitë tona, të paktën me çfarë unë jam hasur vetë personalisht, me këto vështirësitë tona, me problemet tona, me dhimbjet tona, i kujtoj vetes në atë mënyrën time të kuptuarit të Biblës, them mëshira dhe hiri i Perëndis është i mjaftueshëm. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kur Perëndia dërgoi Jezusin për ne, atëherë është mjaftueshëm. Sepse ne jemi të lindur të ardhur fizikisht në tokë. Pra kemi mishin, kemi gjakun. Edhe në shumë momente shpirti, fryma jonë që ne kemi është e gatshme që t'i shërbejë Zotit. Po për shkak të dobësisë së mishit, neve rezistojmë. Rezistojmë deri në ato moment sa themi jo. Se për shkak të dhimbjes e keni, nuk e di, të sjellim një krahasim të tillë që në momente kur njerëzit detyrohen dhe që të rrëfehen, për shembull, ose dikush që e ka marrë peng, ose policia bën ato, pak në çka kemi parë nëpër filma, që i detyron që të flasin. Në fillim nuk dorëzohen lehtë, pastaj zgjidhen në mënyra më ekstreme. Kur fillojnë dhimbjet, atëherë fillon dhe që dorëzohesh. Ka nga ata që nëpër filma se që kemi parë, që shtrëngohen fuqishëm nuk dorëzohen, dhe në momentin ata ndërhyjnë me diçka tjetër, duke lënduar një të dashur, një pjesëtar të familjes, ose dikë që ti e do me gjithë shpirt. Edhe aty ti dorëzohesh. Po të vesh re, po të bësh një lloj krahasimi, edhe Perëndia të bëri për ne, u dorëzua me Jezusin në kryq, pikërisht që ndëshkimin që njeriu do të merrte, të merrej në kryq nëpërmjet Jezusit. Pra, në këtë mënyrë, mirënjohja na ndihmon ta shohim veprën e Perëndis, jo vetëm tek rrethan. Tek Luka, aty regjistrohet lindja e Krishtit, edhe kapitulli 2. Dhe neve aty shikojmë se çfarë ndodhi, por mirënjohja për shkak të zemrës falënderuese që shumë njerëz patën, ishin të gatshëm të udhëtonin. Për shembull, kemi aty thuheshin disa dietarë që udhëtuan nga lindja për të ardhur edhe për të parë, edhe për të adhuruar Jezusin dhe i dhanë dhurata. Edhe ofruan dhurata të çmueshme. Pra, siç bëhej në atë kohë të paguaje ishte, siç e kemi neve sot që hedhim lek dhe ata hodhën florinj. Dhan flori si dhurata për lindjen e Krishtit. Pra, si tregohemi ne mirënjohës Zotit? Do të fokusohemi pikërisht te kjo pjesa tek lindjes së Krishtit, por le të shkojmë pak tek Luka së bashku, kapitulli 2. Tek vargu 8, aty lexojmë Luka thot disa barinj, por këta barinj ishin të pasur. Tani, në po të krajin ishin disa barinj që rrinin jashtë në fusha dhe natën ruanin kopen e tyre. Dhe ja një angjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit ndriçoi rreth tyre dhe ata i zuri një frikë e madhe. Por angjëlli u tha atyre: mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin. Mirënjohja në trupin e njeriut, ajo të jep një listë shumë të madhe.
Pra, ndikon pozitivisht edhe në shëndetin tonë. Më keni dëgjuar shumë herë që në mësimet që kemi theksuar faktin që shumë njerëz ndihmojnë njëri tjetrin, pra këta influencuesit që thonë që të mendosh gjëra pozitive në mendjen tënde dhe kjo ndikon edhe në sistemin tënd imunitar, pra ose e dobëson ose e forcon. Nëse ti je pozitiv, është forcues, dhe trupi çliron disa se ja harrova dhe emri, por që lufton, le të themi ato qelizat e këqija, edhe i bën që trupi ti nxjerrë jashtë në mënyrë që të qëndrojnë vetëm qelizat e mira dhe të dobishme që ndihmojnë në mirëmbajtjen ose në mbarvajtjen e trupit. Pra, edhe nga ana shkencore është e provuar, por ajo çfarë është më e fuqishme dhe më inkurajuese për ne është fakti që mirënjohja përgatit zemrën për besim. Pra, kur ti mëson të jesh falendërues dhe të jesh mirënjohës, çfarë po bën? Kur po transmeton, le të themi, dhe një energji pozitive, por gjithashtu po ndikon në trupin tënd, në zemrën tënde, në mendjen tënde, që të fillosh ti të fillosh dhe të besosh. Në përgjithësi, sepse ka dhe njerëz negativ dhe të liq, por në përgjithësi, kur ti kur je, le të themi, paqësor, kur je me një lloj qetësie, pra edhe mënyra jote e komunikimit shuan le të thuash, një zjarr shumë të madh kur dikush po kalon diçka dhe ose juve që jeni në punë që prisni njerëz, ti je i detyruar të ruash qetësinë edhe kur nuk e ke qetësinë, sepse edhe jeta jote vazhdon edhe mund të kesh dhe ti ato tuat, por ajo paqe, le të themi, ai lloj qetësie që ti transmeton tek njeriu tjetër që mund vi i zemëruar, ndikon pozitivisht në mënyrë që edhe ai të qetësohet edhe të ndaj problemin shqetësimin që ka. Po të vëmë re tek siç lexuan tek Luka, po të vëmë re Jozefi dhe Maria bën një udhtim të gjatë edhe të vështirë, por ata në mënyrën e tyre sigurisht që ishin Zotit mirënjohës, por gjithashtu çfarë bën? Po të shikojmë pak Marian kur Perëndia i thërret që ti do të ngelësh shtatzan nga Maria, pra do të ndaheni, po në mënyrë të qetë që mos ta lëndoj. Më thënë që lëndoj në kuptimin edhe me thashethemet nga njerëzit. Perëndia ju shfaq dhe Jozefit nëpërmjet angjëllit i tha, ti nuk do të bësh asnjë gjë, por do të kujdesesh për Marian dhe për djalin. Nuk e di, Jozefi zgjodhi nga frika apo nga besimi, por historia na tregon që njerëzit nga frika mund të kthehen. Në momente të ndryshme, historia pra na ka treguar që njerëzit nga frika mund të reagojnë pozitivisht, pra që të kthejnë për një kohë X të caktuar. Por e kanë shumë të vështirë që të heqin dorë nga zakoni i vjetër. Apo jo. Ka njerëz sot që nuk duan t'ia dinë as për Perëndin, por jo për njeriu, jo. Dhe nuk duan t'ia dinë për asnjë gjë, por thjesht kanë të ngulitur në mendjen e tyre këtë gjë, që duan ato fiksimet, qëllimet e tyre, edhe mjafton kaq. Ko, kur këta dy njerëz pra ju paraqit ky mesazh, jeta e tyre nuk ishte më e njëjtë. Që nga ky moment që tham po, do të vazhdoj. Ne po paraqitemi, le të themi që tani po marrim vesh për lindjen e Krishtit.
Po paraqitemi pikërisht me këtë lajm shumë të madh. Dhe çfarë bëjmë ne me këtë lajm shumë të madh? A do ta pranojmë sepse mund të jetë një udhtim i vështirë? Nuk është më i njëjti. Nuk është më ai që të rrim në qetësinë tonë, por do të kërkohet më shumë sakrificë. Në kuptimin që siç është dita e diel, ti mund të zgjidhje të rrihesh të lirë, sot flije gjumë, por gjetë mundësinë, krijo bëre kohë për Zotin. Mund të kërkohet në gjatë javës të sakrifikosh që të mund t'i shërbesh Zotit dhe për 1 orë gjatë javës. Po çfarë do të bësh ti? Pra ti zgjedh që t'i shërbesh Zotit, të sakrifikosh edhe momentin që e lën punën në orën 6, edhe të vish t'i shërbesh Zotit dhe 1 orë, dhe pastaj të shkosh në shtëpi, t'i shërbesh dhe familjes tënde, t'i gjindesh familjes tënde pra. Këto janë sakrifica që na parashtrohen edhe që është udhëtimi i vështirë pra. A pranojmë ne? E çfarë do të bëjmë neve me këtë lajm pra, që Krishti po lind ose ka lindur? Çfarë do të bëjmë ne? Ose ne do të vim përpara Perëndis me mirënjohje, me dhurata. Në atë kohë dietarët dhe shumë njerëz të ndryshëm shkuan dhe ofruan dhurata prindërve të Jezusit, prindërit toksor pra, Jozefit me Maria, i ofruan dhurata pra për Jezusin. Ne sot çfarë dhurate do t'japim? Ne mund të themi po s'kam floriun, rrogën e kam shumë t'ulët. Nuk më dalin për shpenzimet e mia mujore. Si nëpërmjet fjalës na mëson, ne kemi shumë për të dhënë. Unë dhash jetën për ty, ne mësojmë në vazhdim edhe qëllimin e Jezusit që ka ardhur në tokë pra. Unë dhash jetën për ty, thot, që ti t'jetosh për mua. Edhe mënyra se si na ftohet ne që të jetojmë për Krishtin, është pikërisht kjo mirënjohja pra. Ti je i gëzuar gjithmonë, ti je falendërues Zotit gjithmonë. Ti të ofrosh dashuri dhe atëherë kur nuk ofrohet. Ne e kemi shumë të vështirë që të pranojmë edhe për gabimet neve themi ndëshkimin që meriton. Por Perëndia për mua, për ju, për gjithë secilin prej nesh ka thënë ndëshkimin që meriton, do të ndodhi ky ndëshkim, por do ta përjetoj Jezus, do ta vuaj Jezusi për ty. Dhe ti edhe unë do të jetojmë për Jezus. Të kuptim ka mirënjohja. Mirënjohje sakrifikuese për gjithë secilin prej nesh që na ndihmon neve të jemi për Zotin, për Perëndin. Pra kur marrim pikërisht të lajmin që Jezusi lindi, çfarë do të bëjmë ne? Kemi një mirënjohje të shtirur, që hajtë se do të marrim në një gjë aty te kisha, apo kemi mirënjohje të sinqertë që vetëm Zoti e kupton, vetëm Zoti e di. Psalmi 139, po të lexojmë, përsëri ju sjell vëmendje, është një nga ato psalmet e mia më të preferuara, por në të njëjtën kohë edhe sfiduese. Sepse Psalmi 139, duke filluar që nga vargu 1, thot: Ti o Zot e di kur unë ulem dhe ngrihem, ti e di o Zot çfarë unë do të them përpara se fjala ime të dalin nga goja. Perëndia e din. Ti o Perëndi e di zemrën time. Pra Perëndia e di këtë gjë. Edhe në fund psalmisti dorëzohet edhe thot, vargjet 19-20, më heto o Perëndi. S'kam ç'a bëj, ti di, por më heto o Zot. Më heto o Perëndi dhe shikon nëse ka ndonjë rrugë të keqe tek unë, dhe më bëj që të ndryshoj. Me këtë dëshirë, me këtë lloj për ullje, le të themi, le të vim përpara Perëndis, me këtë lloj mirënjohje,
që të vim dhe për të ndryshuar edhe të jemi Zotit falenderues. Pra, Zoti e din çfarë është në mendjen tonë, çfarë është në zemrën tonë. Edhe kur neve vim me gëzim, me një qetësi, me një paqe shpirtërore, që vetëm Perëndia mund ta jap, atëherë neve kemi mundësinë edhe në të njëjtën kohë për veten tonë që të vazhdojmë të kemi këtë lloj paqe dhe t'i tregojmë Zotit mirënjohje, por gjithashtu ne transmetojmë dhe një lloj energjie pozitive, le të themi, siç shprehen influencuesit, dhe një lloj pozitiviteti tek njerëzit që na rrethojnë. E keni vënë re, janë disa njerëz që kanë ligësi në shpirt, edhe kur ti je në prezencën e tyre ke një lloj mos rehatie, nuk e di, ti nuk ndihesh rehat, nuk ke paqe. Po kur ke njerëz, siç mund ta themi neve, të ëmbël, paqësor, të qetë, të buzëqeshur, ke dëshirë të vazhdosh të shpenzosh kohë me ta. E njëjta gjë, Perëndia na thërret neve në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme që ta paraqisim neve veten tonë. Sepse nëse Zotit jemi mirënjohës dhe falenderues dhe vim në prezencën e Tij me besim, Perëndia do të sigurojë për ne. Neve përsëri e bëjmë këtë pyetje gjithmonë, themi po si do siguroj Perëndia. Nuk e di nga situata që ne vendodhem, por e di që nga mbrapa, në të shkuarën tonë deri në këto momente që kemi ardhur këtu të adhurojmë Zotin, neve e dim që Perëndia ka siguruar. Nuk do të guxojë asnjëri prej nesh të thotë që Perëndia nuk është kujdesur për mua. Vetëm po mos kesh sy e zemër që mos t'i shikosh bekimet e Zotit, edhe që t'i jesh Zotit mirënjohës. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me gjithë secilin prej nesh. Zoti na bekoft dhe Zoti na hap mendjen edhe zemrën tonë që në mënyrë që ne të mund të jemi Zotit mirënjohës, në mënyrë që ne ta lartësojmë dhe ta falenderojmë Zotin tonë në çdo ditë të javës. Zoti ju bekoft.